Miq, përshëndetje. Jemi sot në zonën e Malit të Robit tek rreth rrotullimit dhe do të prezantojmë një apartament të tipologjisë 2+1, i cili ndodhet në një pallat të ri të vitit 2023 në katrin e tretë me ascensor. Apartamenti ka një tipologji ose organizim 2+1, një sallon të balkon i cili ka një fushpamje të lirë. Tani eja le të shikojmë pjesën e sallonit bashkë me pjesën e kuzhinës. Këtu kemi minibarin, në anën tjetër kemi këndin e ndenjës dhe në hyrje të apartamentit kemi pjesën e kuzhinës. Tani le të shikojmë dy dhomët e gjumit. Si fillim shikojmë dhomën e çiftit. Dhe tani kemi dhomën e fëmijëve. Tani, në hyrje të apartamentit kemi pjesën e tualetit, i cili është totalisht i investuar. Atëherë, ky apartament ka një sipërfaqe 83 m2 dhe do të shitet për një çmim për 135.000 euro. Për të gjithë ju që interesoni për një pronë të tillë në zonën e Golemit apo në zonën afër Malit të Robit, jeni të mirëpritur të na kontaktoni. Ju falenderoj.